Duke parë gjitha këto zhvillime, dhe mbi gjitha duke kuptuar urgjencën për konstituim dhe funksionalizim të institucioneve, si dhe domosdoshmërinë për të dhënë fund shkeljeve të vazhdueshme, LDK-ja merr mbi vete përgjegjësinë që i takon një partie shtetërformuese. Ne nuk do të lejojmë që fati i Republikës lidhet me kërkesat tona për të marrë përgjegjësi institucionale. Prandaj, për të çliruar procesin nga çdo alibi dhe për t'i hapur rrugë zgjidhjes në interes shtetëror të Republikës, LDK-ja tërhiqet nga çdo kërkesë për pozita dhe merr përsipër të kontribojë pa asnjë përfitim politik në shmangjen e krizës aktuale. LDK-ja heq dorë nga çdo kërkesë për pjesëmarrje në qeveri, nuk duam as një ministri, le t'i mbaj lëvizja vetëvendosje të gjitha. Heqim dorë nga kërkesa për kryetar të kuvendit dhe më rëndësishmja, heqim dorë edhe nga kërkesa për të udhëhequr postin e presidentit të Republikës së LDK. Me që LVV-ja po vlerëson se nuk ka nevojë për LDK-n si partnere, atëherë nuk do ta ketë LDK-n as si dekor të pushtetit saj. Në rrethana të tilla, ne do të qëndrojmë në opozitë, aty ku qytetarët na kanë vendosur, dhe do të ushtrojmë këtë përgjegjësi me dinitet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj interesit shtetëror. Pavarësisht këtij qëndrimi, LDK-ja nuk do ta shndrojë zhgënimin politik në bllokatë. Jemi të gatshëm të bisedojmë me bindje të plota për zgjedhjen e një presidenti që mbron interesat e Republikës dhe kushtetutën e saj, që e përfaqëson unitetin e popullit dhe ushtron përgjegjësinë kushtetuese, përfshirë udhëheqjen e politikës së jashtme, duke mbrojtur interesat e shtetit dhe interesat vetëm të Republikës. Për këtë kontribut, LDK-ja nuk kërkon asnjë pozitë dhe asnjë kompromis politik, por ka kritere të qarta për presidentin Ashëm. Stabiliteti i shtetit nuk do të jetë më mall për shkëmbim, le ta zgjedhim gjithë bashkë, gjitha partitë politike shqiptare, ato që duhen participojnë, presidentin që e mbron Republikën dhe Kushtetutën, dhe le të zgjedhim një president që është i Republikës Kosovës. LVV-ja le ta formojë dhe të udhëheqë qeverinë me 61 deputetët e koalicionit saj, le ta kenë gjithë ekzekutivin siç e kanë kërkuar, LDK-ja nuk do t'i marrë pushtetin që dëshiron ajo ta mbajë tërësisht, por as nuk do ndaj përgjegjësinë për një pushtet në cilin nuk lejohet këtë rol të denjë e përgjegjësinë nëpërmjet të cilave mbrohet interesi i shtetit. Dhe nga ky moment, prej këtij momenti, zgjedhja tashmë është e qartë. LVV-ja mund ta zgjedhë stabilitetin institucional përmes një presidenti të cilin e zgjedhim gjithë bashkërisht, ne dhe ata, dhe të qeverisë me shumicën e vet, ose mund ta çojë vendin drejt një krize të re për plasje shumë të rëndë, vetëm sepse nuk pranon as kufirin më të vogël të kompromisit demokratik. Mbi të gjitha, LVV nuk ka asnjë nevojë të vënoj për asnjë ditë më konstituimin e Kuvendit Kosovës dhe formimin e qeverisë. Le ta therrasin menjëherë seancën konstituive. LDK-ja e ka bërë tashmë zgjedhjen e vet, kemi zgjedhur Republikën para pozitave, stabilitetin para interesit partijak dhe dinitetin para pjesëmarrjes formale. LDK nuk është as dekor i pushtetit, por as alibi për dështim. Ashtu siç i kemi premtuar qytetarëve në këtë proces zgjedhor, angazhimi ynë i vetëm është për të dhënë vendit institucione stabile, të cilat e mbrojnë kushtetutën e demokracinë dhe të shmangin krizat e përsëritshme. Asnjë interes, as individual, as grupor, e as partijak nuk e vendosin mbi shtetin ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, sepse politika ka kuptim vetëm atëherë kur i shërben interesave afatgjate të Republikës sonë dhe qytetarëve tanë. Për ne, qëllimi asnjëherë nuk ka qenë pushteti e karriket me çdo kusht, por përgjegjësia publike ndaj shtetit në këtë kohë sfiduese kur vendi ynë ka nevojë për drejtim të qartë euroatlantik, avancim të agjendës zhvillimore e stabilitet politik. Jemi gjithsesi të bindur se me pjesëmarrjen e LDK-s në institucione, në presidencë dhe në qeveri, Republika e Kosovës do të përfitonte shumë e kep shkëlqyeshëm program dinitos të ardhme stabile e qetësi politike. Ky partneritet nuk u pranua, ky partneritet u cilësua si apetit për pushtet, këtë alibi LDK-ja s'mund ta bartë as ta jap asnjë partie politike që të vazhdojë me kriza e me bllokat. Qytetarët na dhanë besimin të përfaqësojmë në kuvend dhe dëshirojmë që kur të na pyesin se çfarë bëm ne me mundësinë që na dhanë ata,
përgjigjemi me krenari se ne nuk e vendosim kurrë vetën mbi vendin, sepse LDK-ja nuk është këtu vetëm për sot, as për politika ditore. Jemi mbi gjitha këtu për gjenerata që do të vijnë pas nesh, e nuk duhet na gjykojnë për pushtetin që e morëm për interesa individuale, por për shtetin që u alam pas. Kjo është deklarata e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jam i hapur për disa pyetje për jush dhe do të përgjigjem me sinqeritetin më të madh. Do thënë se do ta pranoni një president konstitucional të lëvizjeve vendosje. Ai ka lidhje me 18 vota me këtë propozim të vendosjes. Ky është pozicion i LDK-s i mbështetur në plotësi nga grupi parlamentar i LDK-s, i cili sapo e përfundoi mbledhjen. Po flasi për president që e mbron Republikën e Kosovës, jo është president që i shërben një partije politike për të kapur institucionet e Kosovës. Dhe ky president i ri është mirë të marrë mbështetjen e aspektit gjerë politik, e partia e parë të vazhdoj qeverisjen me 61 vota, sa mundet qeveris për mandatin e vet që e ka. Partitë politike, LDK është e gatshme të ulet bisedoj për emra konkret në këtë drejtim, përderisa i përmbush kriteret për cilat fola, dhe përderisa po themi kemi sakrifikuar çfarëdo vullnetit mirë që kemi pas për të ndihmuar Republikës Kosovës, duhet flasim për emra konkret. A të lexoj edhe një herë deklaratën, apo e kemi të qartë? Besoj që ka shumë e qartë. LDK-ja heq dorë nga propozimi i presidentit nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kërkon president që e mbron Republikën e Kosovës. Dhe du ta them me qartësi të plot se këto kriteret du të jenë të qarta për një figurë demokratike edhe që s'bëhet më pengesë e krizave politike për plasjeve të mëdha. Lëndimi i besimit ndodh me deklarata të pamatura të zyrtarëve të lartë të lëvizjeve të vendosjes, të cilët në shumë raste barazojnë LDK-n dhe Ministrin Serbe derisa ne jemi në proces negociator. Unë mendoj që kështu sillen partnerët politik. Ai që kanë mendjen të trajtojë një partner, ndërton relacione mirëbesimit dhe vizion afatgjat. Po dhe vetë qëndrimi i kryetarit lëvizjeve të vendosjes se LDK-ja e don këtë punë vetëm për apetit, është bukur problematik. Ju keni parë deklaratat tona, ne kemi folur për palancë, për parime demokratike, për drejtën e palës tjetër të ushtrojë vizionin e vet. Po me qenë se pala tjetër nuk e deshti një LDK me njerëz më të mirë, me ekipin më të mirë, me programin më të mirë, në qeverisjen, presidencë dhe Kosovës të japnim stabilitet me 80 vota, në që të kryjmë punë të mëdha për Republikën e Kosovës, tani s'ka kuptim të flasim më tutje për asnjë çështje tjetër, përveç për atë që jemi pjesë. Jemi pjesë e zgjidhjes së problemit të presidentit të Kosovës dhe aty marrim pjesë, sepse po mos marrim pjesë në LDK, po të themi ne si LDK s'marrim pjesë, i bie që themi shkojmë në zgjedhje. Ashtu, sepse s'mundet presidenti zgjidhet me 61 votat e tyre. Pra ne po themi po përpiqemi mos me shkon zgjedhje, asgjë s'po kërkojmë, mbajnë e qeverinë, mbajnë e kryetarin e kuvendit, ta zgjedhemi president që i shërben Republikës, jo president partijak, karate president e kështu me radhë, dhe le të përpiqemi që në negociatat në vijim, edhe i thoj edhe partitë tjera të kontribuojnë këtë drejtim, sepse është presidenti që duhet të jetë i gjithë Republikës Kosovës, më pas betejat tona politike të i shfaqim tutje në institucionet e Kosovës.
strategjike përsëri vendosja insiston me qenë për lidership, a do pranoni kjo një anësi zona politik? Natyrisht propozimet partijake janë të refuzueshme. Pra, le ta kemi qartë. Çdo propozim unilateral është i refuzueshëm. Propozimet duhet vinë në bazë të diskutimeve të plota, të hollësishme, detajuara për figurën e presidentit tashëm të Republikës Kosovës, po nëse dojnë zgjedhje të reja me çdo kusht, atëherë ata mund të bëjnë dhe propozime unilaterale, herën e kaluar i kanë bërë, fillimisht partijake, më pas më pak partijake, por që kanë qenë unilaterale dhe partijake në fund ditës. E fundit. Ne kemi qëndrim publik, të publikuar në faqen e LDK, se kemi cilësuar si paqartësi kushtetuese dhe juridike. E para ka një interpretim gjykatës kushtetuese, cila thotë se afati për konsiderim është 30 ditor, dhe nëse është afati 30 ditor, atëherë ky afat ka tejkalu. Dhe nëse është tejkalu dhe thirrjet që të mbahen seancat në vijim, bukur janë të kontroverze me qëndrueshmërinë kushtetuese. Pra është një paqartësi kushtetuese pa nevojshme. Por është po ashtu e rënd shoh se si paqartësitë e tilla kushtetuese na shndrohen në arena përplasje mes partive politike, cilat LDK i dënon. As nuk e dojmë shkeljen kushtetuese, as nuk e dojmë dhunën imituese të lëvizjes vendosin në opozitë, asnjërin prej tyre. E më pak që kjo përplasje të kalojë te qytetarët tanë, që të nxisim qytetarët që ata mes vetit të përplasen. Në këtë kohë na duhet përgjegjësi, maturi, qetësi. Na duhet njerëz të mbarë, turp, që afrojnë, që krijojnë mundësi që Kosova dalë nga kriza tanishme. Edhe këtë rol përpiqet LDK ta luaj. Natyrisht partitë tjera janë të lira të bëjnë aksione politike, këto janë protestë politike. Shoh që ka një aksion politik, një protestë politike të PDK-s dhe AK-s, janë të lira ta bëjnë. Unë jam më tepër interesuar që të kemi konstituim kuvendit sa më parë, të kontribuoj në zgjedhjen e presidentit duke marrë pjesë, jo duke distancuar veten e më pas të krijojmë zgjedhje të reja. Dhe jam në kontakt me gjitha partitë politike për shtruar këtë pozicion të lidhjes demokratike të Kosovës. Kështu do ta keni LDK-n. Pra mos preteni LDK-n të vihet të nxjisë qytetarët e vet me njëri tjetrin. Ajo s'është LDK-ja. Dhe këta hyrëshnikët tjerë që thirrën se janë LDK dhe presin që prej LDK cilët si e tillë, ja u rikujtoj se ne jemi lidhja demokratike e Kosovës, jo Partia Demokratike. PDK është tjetër, LDK është tjetër. Kjo është meka atyre, LDK-ja. Kjo është perëndimi i tyre. Ju falenderoj shumë.